Nuk do përdorni më ilaçe për gjumin, ky çaj do ju bëjë të flini si qingj. Por kjo jo gjithmonë është e mundur kur keni disa minuta të shtrirë në shtrat dhe syt i keni mbyllur për një kohë të gjatë, por gjumi përsëri nuk ju vjen. Kjo mund të krijojë gjithashtu ankth dhe probleme të cilat me kalimin e kohës mund të bëhen edhe më të vështira për tu menaxhuar. Ndjesia e pagjumësisë në ato momente duke sikur nuk ka zgjidhje dhe nuk do të mbarojë kurrë. Prandaj përdorimi i recetave të duhura në këto raste mund të jetë alternativa juaj më e çmuar, që mund të ndihmojë lehtësisht kundër problemeve të tilla, gjithashtu edhe në rritjen e përfitimeve të cilësisë së duhur të gjumit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Për të hequr qafe këtë problem, që mund t'i ndodhë kujdo dhe kurdo, mund të ndiqni këtë recetë në kushte natyrale për të përmirësuar cilësinë tuaj të gjumit. Zgjidhni një kombinim që ju pëlqen dhe konsumoni atë përpara gjumit, për të gjetur qetësinë dhe për të pushuar më mirë, kryesisht edhe gjatë orareve të mbrëmjes të natës. Turmeriku, në kombinim me shafranin e Indisë, siç njihet, ndryshojnë në vendin tonë. Është një nga antiinflamatorët më të fuqishëm që mund të luajë një rol pozitiv në shëndetin tuaj. Për shkak të përmbajtjes së kurkuminës, turmeriku mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për cilësinë tuaj të gjumit. Kjo do të thotë që gjithashtu mund të aktivizojë edhe fuqinë e tretjes së stomakut dhe mund të qetësojë gjithashtu edhe problemet që i kanosen atij. Mund të ulën nivelet e sheqerit të cilat promovojnë një gjumë më të mirë dhe më të qetë kryesisht edhe gjatë natës. Ndaj përdorimi i kësaj recete në kushte shtëpie mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër problemeve të pagjumësisë. Kështu që çdo natë përpara se të shkoni për të fjetur, përzjeni qumshtin tuaj me një lugë pluhur turmeriku dhe e konsumoni për të fjetur më mirë. Qumshti duhet të jetë i vakët dhe në kombinim të duhur. Çajrat mund të ndihmojnë edhe trupin dhe mendjen të kryejë më mirë një sër procesësh të rëndësishme të aktiviteteve, në veçanti kamomili, i cili njihet si një nga recetat më të mira natyrale, mund të përfshihet fare lehtë në dietën tuaj të përgjithshme, për të dhënë kështu rezultate të duhura në betejën kundër problemeve të pagjumësisë. Është zbuluar se ky efekt që jep kamomili mund të jetë për shkak të apigeninës. Ky antioksidant lidhet gjithashtu me cilësinë më të mirë të nxitjes së gjumit. Mënyra më e mirë për një gjumë të thellë është të lini çajin të lëshojë sa më shumë ekstraktin e tij në ujë dhe sigurohuni që të jetë kamomili freskët. Kështu, çaji kamomili të paktën 30 minuta përpara se të shtriheni mund të jetë një mundësi e shkëlqyer për të rritur edhe cilësinë tuaj të gjumit. Çokolata e ngrohtë mund të jetë një alternativë e cila mund të pëlqejë shumë nga ju. Një nga pijet më të dashura për të vegjëlit dhe jo vetëm. Çokolata e ngrohtë. Zgjidhni çokoladë të shkrirë ose në kakao të ngrohtë pa sheqer dhe konsumoni çdo mbrëmje përpara se gjumi të trokasë në sytë tuaj. Kjo është një nga alternativat natyrore më të mira për një gjumë të thellë dhe komod. Është një mënyrë e shijshme dhe relaksuese, ndërkohë që ju jep të përfitoni në maksimum për vlerat dhe cilësinë tuaj të gjumit. Ndihmon në uljen e niveleve të sheqerit, shtimin e acideve yndyrore të shëndetshme dhe lehtëson gjithashtu çdo stres mendor që mund të ndikojë edhe gjatë natës. Pra mjafton që të keni një çokoladë të ngrohtë në një filxhan përpara se të shtriheni për të fjetur. Melatonina dhe serotonina janë shumë të rëndësishme për një gjumë të thellë dhe të çlollës. Mungesa e tyre është shkaku kryesor që keni pagjumësi gjatë natës. Një mënyrë e mirë për të pasur një gjumë të thellë dhe komod gjatë natës është edhe mënyra se si zgjidhni të konsumoni ushqimet e duhura, sidomos edhe në rastin e pagjumësisë. Gjithashtu është e rëndësishme të konsultoheni me një ekspert nëse pagjumësia shfaqet për shkak të problemeve të ndryshme shëndetësore. Gjatë gjithë ditës të gjithë harxhoni shumë energji, kështu që ju duhet një gjumë i mirë dhe i rehatshëm gjatë natës, por shpeshherë e keni të vështirë të flini si duhet. Në rastin e të rriturve rekomandohet që të flenë 7 deri në 9 orë gjumë rresht pa ndërprerje, në mënyrë që trupi dhe mendja të shërohen.
Sidoqoftë, nëse keni probleme të bini në gjumë, mund të dini që, për fat të mirë, ekzistojnë receta të ndryshme natyrale të cilat mund të përmirësojnë cilësinë tuaj të gjumit. Sipas Healthline, qumshti i ngrohtë është një nga alternativat më të mira, të cilat mund të kombinohen fare lehtë për menun tuaj të mbrëmjes. Qumshti i ngrohtë është një nga opsionet më të mira për të nxitur një gjumë të thellë dhe komod. Ai përmban nivele të mira të tripofanit, i cili rrit serotoninën në tru, një substancë që na jep ndjenjen e lumturisë edhe të mirëqenies. Hormoni melatonin prodhohet më shumë në këto kushte dhe kjo është thelbësore pasi mund të nxjisë cilësinë tuaj të gjumit dhe të lehtësojë gjithashtu problemet e pagjumësisë, edhe të ata që vuajnë nga pagjumësia kronike. Çaji mentes. Çaji mentes do të lehtësojë gjithashtu edhe problemet me dhimbjet e stomakut për shkak të vetive të tij antiinflamatore. Mentet gjithashtu zvogëlojnë intensitetin e tyre duke lejuar që trupi të pushojë si duhet dhe të kryejë gjithashtu aktivitetet e tij ushqyese në mënyrë të rregullt, duke ju ndihmuar kështu të keni një gjumë më të mirë dhe më të qetë, kryesisht edhe gjatë natës. Lëngu i qershive gjithashtu është një tjetër produkt fantastik shumë i parapëlqyer edhe në rastin e personave të cilët vuajnë nga shqetësimet e pagjumësisë. Lëngu i qershive është shumë i shijshëm, ai përmban nivele shumë të mira të tripofanit. Ai mund të prodhojë hormonin melatonin duke përmirësuar kështu cilësinë e gjumit. Ky lëng është testuar nga ekspertët si alternativa më e mirë edhe për të luftuar problemet e pagjumësisë dhe për të ndihmuar organizmin të jetë më i mbrojtur dhe gjithashtu edhe më i shëndetshëm kundër këtyre shqetësimeve. Qumshti i arrës së kokosit përmban magnez dhe kalium, dy mineralë të cilat janë të afta të relaksojnë muskuj dhe të sigurojnë edhe një gjumë më të mirë dhe më komod, sidomos gjatë natës. Përveç kësaj, ajo do të zvogëlojë gjithashtu edhe presionin e gjakut dhe entjen në veshka. Falë sasive të mëdha të elektroliteve natyrore që ato përmbajnë, mund të luajë një rol pozitiv në cilësinë tuaj të gjumit. Bananet. Bananet gjithashtu përmbajnë tripofan, përveç dy mineraleve kryesore për relaksimin e muskujve, siç është kalium dhe magnez. Futini bananet në dietën tuaj në mënyrë të rregullt. Ato do të luajnë një rol pozitiv në cilësinë tuaj të gjumit dhe gjithashtu edhe kundër problemeve që sjell pagjumësia. Çaji i jeshil është një tjetër produkt shumë i rëndësishëm që mund të shtohet fare lehtë në dietën tuaj. I pasur me antioksidant, ky çaj është një mundësi shumë e mirë për çdo që vuan nga problemet e pagjumësisë. Ndaj sigurohuni ta keni pjesë të dietave tuaja, duke ditur edhe rëndësinë që ka për cilësinë tuaj të gjumit. Qumshti i bajameve. Bajamet kanë gjithçka që trupit i duhet për t'i bërë ballë këtyre problemeve. Gjithashtu, ato janë të pasur me magnez dhe kanë provuar se janë efektive për nxitjen dhe relaksin tuaj të gjumit. Si qumshti i lopës, qumshti i bajames ka nivele shumë të mira të tripofanit, element këto shumë të rëndësishëm në prodhimin e melatoninës, hormoni i gjumit i cili ju mban edhe më të përgjumur sidomos gjatë kësaj periudhe. Sigurohuni të keni edhe ushqime të duhura në dietën tuaj, pasi vetëm kështu do të luani një rol pozitiv në betejën kundër problemeve që sjell pagjumësia. Një produkt shumë i mirë për personat që vuajnë nga pagjumësia është edhe çaji i kamomilit. Çaji i kamomilit është një zbutës shumë i mirë i trupit. Zakonisht ai rekomandohet për dhimbjet e stomakut, pasi mund të ndihmojë me tretjen dhe me lehtësimin e çështjeve tuaja që shkaktojnë këto inflamacione. Çaji i kamomilit, sidomos i konsumuar të paktën 30 deri në 50 minuta përpara gjumit, është alternativa më e mirë që mund të keni për cilësinë tuaj të gjumit edhe në lehtësimin e problemeve të tij. Konsumojeni atë të kombinuar edhe me një dietë të rregullt ushqyese për të menaxhuar më mirë problemet që pagjumësia mund të shkaktojë në trupin tuaj. Sigurohuni të konsumoni produktet e duhura dhe të mbani trupin jo të stresuar, sidomos edhe me kalimin e orëve që vijnë dhe ikin pa i kuptuar. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.